Me afrimin e 7 dhe 8 marsit, dyqanet e luleve në qytetin e Ulqinit fillojnë të mbushen me ngjyra dhe aroma të ndryshme. Këto dy data janë rastet veçanta ku njerëzit zgjedhin të dhurojnë lule për të shprehur respekt dhe vlerësim ndaj të tjerëve. 7 marsi njihet si dita e mësuesit, një rast i rëndësishëm për të treguar mirënjohje ndaj mësuesve për punën dhe për kushtimin e tyre gjatë gjithë vitit. Ndërkaq 8 marsi është dita e gruas, shpesh e quajtur edhe dita e nënës. Gjatë kësaj dite, gratë dhe nënat festohen në mënyra të ndryshme dhe një buqet lulesh është një nga dhuratat më të zakonshme dhe më të dashura. Dyqanet e luleve gjatë këtyre ditëve janë ngarkuara dhe të mbushura me klientë që zgjedhin buqetat ndryshme për të surprizuar mësuesit, gratë apo nënat. Përveç zgjedhjes së lules së duhur, rëndësi ka dhe prezantimi i saj, pasi një buqet e bukur mund të bëjë që dhurata të duket edhe më veçantë. Për fluksin dhe interesimin e klientëve në lulishtën Rozës Enmor, e cila është pjesë e firmës Solaris, foli edhe shitësja Violeta. Ajo tregoi se me afrimin e 7 dhe 8 marsit rritet dukshëm interesi për blerjen e luleve, sidomos të buqetave. Sot ndodhemi në lulishtën Rozës Enmor. Na tregoni pak gjatë këtyre ditëve sa është frekuentuar, sa keni pasur shitje dhe ku janë më shumë të fokusuar blerësit? Blerësit më shumë janë të fokusuar në buqeta, kena lule shumë për kopsht për jashtë, në ngarkesë të madhe kem këtu në lulisht, atëri kem quala në Solaris, me shitësa në ngarkesë e madhe këtu në lulisht. Pa. Po në tregoni pak këto festat 7 marsi dhe 8 marsi, në tregoni cilat lule preferohen më shumë? Ma shumë preferohen buqetat. Për 7 mars ma shumë preferohet buqetat, por si ka qef kush, edhe për kopësht se tash vinë ditët e mira, për kopësht ma shumë mund me ble, por me gjithë se të na mas shumë të rshiten buqetat. Po në tregoni këto buqetat preferohen më shumë me trëndafila, me zambak, me çka? Me trëndafila edhe me tulipana, mas shumë të për 8 mars me tulipana, ashtu është ma shumë të që i blenë popullet. Po sa tek ne, përveç këtyre festave, blihen lulet për të dashurit tanë? Shumë, që kam gëzën, çdo vjet e ma shumë të rritë blenë për të dashurit, për nana, për të po. Po, në tregoni pak gjatë këtyre ditëve, 2 ditëve flas, sot, nesër, kush blenë më shumë? Për 7 mars blenë fëmijët për mësuse, kurse këto tjera ditë më shumë blenë gratë me jadhurua grave, por kem qysh, dhe me tha qysh djelja nisë edhe me shkujt me ble për femna. Përveç buqetave të luleve, në tregoni pak cilat lule preferohen më shumë të blihen? Lullet për kopsh, dhe me tha lullet për jashtë, lullet për mren, për salona, për shtëpia, e kështu me radhë. Ka ndonjë lullet veçantë që veçohet për të 2 ditë? Mas shumë të rshiten orhidejat. Aja është një lullja ashtu bash e bukur, e mas shumë të kalojnë orhidejat. Pos buqetave, dhe me tha, mas shumë të kalojnë orhidejat. Cili do t'ishte një mesazh i yti për këto 2 festa dhe për gjithë klientët që frekuentojnë lulishtën tuaj? U falenderoj shumë të tanëve, për vjetë ma shumë vinë, ashtu që na e napim gjithë maksimumin e lëna, për me këtë të tanë të knaqën, faleminderit të tanëve, njëkohësisht urimet 8 marsin dhe 7 marsin ditën e mësuesit. Përfundimisht, qoftë në 7 mars për mësuesit, qoftë në 8 mars për gratë dhe nënat, lulet vazhdojnë të jenë simboli i respektit, mirënjohjes dhe dashurisë.